Në përgjithësi nuk ka marrëveshje të reja në këtë summit, siç kemi pasur në 3 vitet e fundit. Nuk do të ketë në nënshkrim të marrëveshjeve të reja, por ka shumë të arritura në nivelin e ekonomisë, të punëve të brendshme, të energjisë, në forumin e bizneseve dhe çështje të cilat do ta thellojnë edhe më tepër tregun e përbashkët rajonal. Pas respektimi i marrëveshjes për lëvizjen e lirë me letërnjoftim në Bosnë, sigurisht që do të ngritet edhe në summit. Që të trija këto marrëveshje janë të lidhura ngushtë me mobilitetin e qytetarëve në Ballkanin Perëndimor. Kosova duhet të përmbush detyrat e shtëpisë në kuptimin e reformave, ndërkohë që kur të vijë çështja e vendimarrja, BE-ja duhet të marrë vendimet e saj. Ne kemi kërkuar heqjen e tërësishme të masave në mënyrë që mos mbetet si imazh i keq për vendin, sepse lehtësia me të cilën janë vendosur nuk po rezulton me vendimarrjen e njëjtë për të hequr ato. Javës që vjen, kryeministri do të udhtojë për në Londër për të marrë pjesë në summitin e procesit të Berlinit, i cili kësaj radhë është Britania ajo që është negociere, Britania e Madhe. Temat do të jenë 3, do të jenë siguria, zhvillimi dhe migrimi. Duhet të kushtohet rëndësi deklaratave që do t'ipen në nivel të negocierit, deklaratat pas summitit të Ministrisë Punëve të Brendshme, të cilat e mbulon edhe pjesën e migracionit. Britania e Madhe i ka dhënë theks migrimit në kuptimin edhe të luftimit të krimit edhe të korrupsionit, krimit të organizuar. Këto do të jenë disa arritje në Ministerialin e Ekonomisë, në Ministerialin e Punëve të Brendshme, ndërkohë që në këtë të ekonomisë ka edhe disa le të themi deklarata dhe përforcime të tregut të përbashkët rajonal, thellimi i tij në kuptimin e vendimeve të ceftas, në pjesën e energjisë, ku do të jetë edhe shurtimi i mundësisë së lëshimit të këtyre green bonds që njihen për projekte të kapitalet në fushën e energjisë, por ka dhe veprime të cilat janë të menduara që të sjellin investime në fushën në ekonomi, direkt edhe me UK Export Finance, ku do të ketë edhe një ngjarje edhe gjatë summitit që organizohet nga Agjencia e Britanisë së Madhe, por në përgjithësi nuk ka marrëveshje të reja në këtë summit, siç kemi pasur në 3 vitet e fundit, kështu që nuk do të ketë në nënshkrim të marrëveshjeve të reja, por ka shumë të arritura në nivelin e ekonomisë, të punëve të brendshme, të energjisë, në forumin e bizneseve dhe çështje të cilat do ta thellojnë edhe më tepër tregun e përbashkët rajonal. Pas respektimi i marrëveshjes për lëvizjen e lirë me letërnjoftim në Bosnë, sigurisht që do të ngritet edhe në summit, si mosbatim i marrëveshjeve që kemi nënshkruar, por edhe në marrëveshjen për institucionet e arsimit të lartë dhe njojën e profesioneve, sepse që të trija këto marrëveshje janë të lidhura ngushtë me mobilitetin e qytetarëve në Ballkanin Perëndimor, e ku janë të lidhur drejt për drejt jo vetëm studentët, por edhe punëtorët. Ne në këtë summit po shohim që të kemi edhe një deklaratë të përbashkët për lëvizshmërinë e sigurimeve shoqërore, në kuptimin që punëtorët që lëvizin mund ta bartin me vete edhe sigurimet shëndetësore dhe ato të punës. Mirë po, për të arritur atje na duhet spari që të kemi zbatim të marrëveshjes për lëvizje të lirë, për arsimin, për njojën e arsimit të lartë dhe për profesionet. Kosova është e vetmja nga të gjitha shtetet me potencial që ishin për kandidatë të cila nuk ka marrë ende statusin kandidat, dhe kjo është fillimi i procesit. Prandaj theksi ka qenë që duhet të ketë më shumë përpjekje nga ana e institucioneve të BE-s,
me presidenten von der Leyen, e cila është presidente me ndikim dhe që të bindën shtetet anëtare, sepse detyrat janë të ndara, Kosova duhet i përmbush detyrat të shtëpisë në kuptimin e reformave, ndërkohë që kur të vijë çështja e vendimarrja, BE-ja duhet i marrë vendimet e saj. Dhe për momentin tek kryesori jemi aty dhe mendoj që këtë çështje është shtruar në takim që të ketë lëvizje përpara. Si dhe janë dhënë 3 dokumente për një dialog strategjik, të cilin vetë BE-ja e ka nisë me Ballkanin Perëndimor, e ku ne i kemi vendosur 3 fushat, sektorin e teknologjisë informative, të bujqësisë edhe të mbrojtjes. Këto janë të 3 fusha në të cilat ne shohim përparësi krahasuese me rajonin, në kuptimin që duam të investojmë shumë më shumë, dhe për shkak se kemi sidomos një rini të talentuar si forcë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik. Ne kemi kërkuar heqjen e tërësishme të masave në mënyrë që mos mbetet si imazh i keq për vendin, sepse lehtësia me cilën janë vendosur nuk rezulton me vendimarrjen e njëjtë për të hequr ato. Ndërkohë që kushtet, apo le të themi kriteret që kanë qenë për vendosjen e masave janë adresuar para shumë kohësh, nuk ka pas dilemë që kryetari i komunës bash me zgjedhje, qysh atëherë, kështu kanë qenë edhe 4 kryetarët në veri të cilët u zgjodhen me pak vota për shkak bojkotit nga komuniteti serb. Kështu ndodh edhe tash, pra nuk mund të bësh kryetar ndryshe pas se me zgjedhje. Çdo kush që ka dyshuar, mendoj që ka qenë dyshim i pabazuar, dhe masat janë hijen e këtij dyshimi, i cili ka qenë komplet i pabazuar, por një nguti e Bashkimit Evropian për t'i vendosur shpejt e që tash po kanë problem me vendimarrjen për brenda për t'i hequr. Por mendoj që si institucione dhe si shoqëri duhet përsërisim kërkesën dhe të shtrojmë edhe presionin ndaj Bashkimit Evropian që të kryejë detyrat e saj.